Kjo shtëpi me breza nuk është dek vetë, o dek prej pushke. O shtëpi e njoftun me breza. Moshkuj ka prap. Na tek te në fund. Do ta ndjekim tash një në kësaj shtëpie, moshkuj të kësaj shtëpie, shokët, gjithë ka i ka, Halil Hakëls, e tre vllazën e tjerëve që janë shkua. I përjetshëm do t'jenë kujtimi i tyne, me shokë, me vllazni, e me njerëz ka i kanë. Në 1999, konflikti armatosur në Kosovë përfundoi me largimin e ushtrisë pushtuese serbe. Në situatën e re të krijuar, veriu i vendit e humbi rëndësinë që pati në 2 vitet e fundit, kur u kthye në trampolinën kryesore për luftëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Trupat e UÇK-s merrnin furnizime në armatime, mjete logjistike dhe hynin direkt në frontin e luftës nëpërmjet korridoreve të hapura në kufirin verior të Shqipërisë. Fundi i luftës së Kosovës bëri që autoritetet shtetërore të ndryshonin qëndrim ndaj situatës në Tropoj. Tashmë askujt në Tiranë nuk i interesonte që të kishte në veri të vendit një zonë të tërë krejtësisht jashtë kontrollit të shtetit. E ca më tepër, të kishte në përkëm një grup personash të armatosur, të aftë të shkaktonin trazira me pasoja për rendin dhe sigurinë publike. Ujërat e turbulluar nga lufta e Kosovës nisën të kthjellohen, por Fatmir Haklaj ende nuk e kishte kuptuar se tashmë misioni i tij kishte mbaruar dhe se nuk i duhej më askujt. Nëpërmjet tij dhe njerëzve të armatosur që komandonte, shërbimi informativ dhe shteti shqiptar kishin furnizuar ilegalisht me armë, logjistike gjithçka tjetër UÇK-n. Po nëpërmjet tij ishte penguar fuqizimi dhe më pas hyrja e trupave të Farkut në Kosovën e çliruar, duke favorizuar haptazi UÇK-n. Aleancat, këtej e matan kufirit, tashmë ishin të qarta. Qeveria socialiste mbështeste UÇK-n, ndërsa opozita e djathtë, trupat e Farkut të financuara nga qeveria Bukoshi. Në rrethanat e reja të krijuara, strukturat e rendit dhe sigurisë në vend donin të shpëtonin nga Fatmir Haklaj njerëzit e tij një orë më parë. Në të vërtetë ato që ndodhi në fillimin e gushtit e paralajmëroi disa javë përpara ministri i brendshëm Spartak Poçi. Në një konferencë për shtypa i tha se shumë shpejt emri bandave të Tropojës nuk do të dëgjohej më. Mister mbetet fakti që bandat e Tropojës të përmendur nga ministri vërtet u zhdukën, por nuk u mor vesh kurrë se çfarë roli luajtën strukturat e specializuara të policisë në këtë skenar. Më 23 korrik 1999, Fatmir Haklaj njoftohet nga disa miq të tij në Tiranë se drejt Tropojës po udhtonte një furistrade e policisë, e cila dyshoi se transportonte disa mina me sistem komandimi në distancë. Informatorët i bën me dije e Haklajt se me këtë mjet udhtonin një drejtor policie, 2 efektiv të forcave speciale të Ministrisë së Brendshme dhe një person i katërt, personazh i njohur në kryeqytet, që kishte shërbyer për disa kohë dhe si shoqërues i shefit të opozitës Berisha. Ngarkesa e tyre dyshoi se ishte identike me minat e shpërthyera në atentatet e 6 majit dhe 5 korrikut 1999. Organet hetimore i kanë me hollësi emrat e personave për të cilët ishte informuar Haklaj. Mes ditën e të shtunës së 31 korrikut 1999, efektivat e policisë së Tropojës që ishin të pajisur me radio, dëgjuan një bisedë të ashpër mes shefit të tyre Fatmir Haklaj dhe një personazhi të njohur, i afërm i drejtorit Hyka. Ky i fundit ishte futur në valët e policisë së Tropojës dhe kërcënoi haptazi Haklajn, duke i thënë se do ta vrisnin shumë shpejt. Pavarësisht kërcënimeve që po i bëheshin ditën për diell,
Haklej nuk e vuri ujë në zjarr, po vazhdoi të qarkullonte lirisht në tropoj. Mëngjesin e të mërkurës së 4 gushtit 1999, Fatmir Haklej u nis nga kulla e tij në Kërnaj, drejt komisariatit të Bajramcurit, i shoqëruar nga një grup personash. Ata udhëtonin në 2 mjete. Përpara qëndronte Foristrada tip Land Rover me ngjyrë të bardhë, që drejtohej nga Sejdi Dema, pronari i mjetit. Bashkë me Demën në Land Rover udhëtonin 2 vëllezërit të Haklej, komandanti i grupeve të gatshme të policisë së Tropojës Major Fatmir Haklej dhe vëllai më i madh i familjes Hamdi Haklej. Pas tyre vinte autoambulanca e spitalit të Bajramcurit, e drejtuar nga Nduej Gjeloshi. Në autoambulancë ishin Halil Haklej dhe Ferir Skërnaja. Me ta udhëtonte rastësisht edhe gruaja i Ibër Nokshikit, bashkë me djalin dhe nusen e djalit, si dhe 3 fëmijët e tyre. Rreth orës 8:40 minuta të mëngjesit, 2 mjetet që zbrisnin nga Kërnaja kaluan fshatin Cërnic dhe morën bregun e Valbonës për të hyrë në urën e Kojit. Pa kaluar 1 minutë, u dëgjua një shpërthim i fuqishëm që vinte nga vendi i quajtur Brinja e Cërnicës. Mina ishte vendosur në shpatin shkëmbor të rrugës dhe shpërthimi ishte horizontal. Objektivi ishte Land Rover, ku udhëtonin Sejdi Dema dhe vëllezërit Fatmir e Hamdi Haklej. Për fat të mirë, Foristrada ishte e blinduar dhe i rezistoi shpërthimit. 2 vëllezërit Haklej dhe drejtuesi i mjetit nuk pësuan dëme. Të tronditur nga ajo që pan, vëllezërit Haklej dhe Feris Kërnaja zbritën nga makina dhe me armë në dorë po kontrollonin sipër dhe poshtë rrugës për të zbuluar pozicionin nga u komanduan minat. Por këtë radhë, ata nuk e dinin se autorët ishin përgatitur që Fatmir Haklej të mos u shpëtonte i gjallë, pavarësisht nga numri i madh i viktimave që mund të shkaktonin. Duke kujtuar se ishte vetëm një vatër eksplozivi, eskorta e Haklejt u shpërnda për të gjetur autorët. Në të vërtetë, autorët kishin punuar si inxhinier profesionist, duke minuar të paktën 10 vatra shpërthimi, që kapnin një rrezë veprimi prej 800 metrash rrugë. Ata nuk shpërthyen minën e parë të vendosur në shpatin e shkëmbit, por e lanë eskortën e Haklej të hynte brenda grackës. Shpërthimi i parë u realizua te mina e tretë. Pas shpërthimit, Fatmir e Halil Haklej dhe Feris Kërnaja por kontrollonin me armë në dorë nga pas mjeteve për të gjetur autorët. Pak qaste më vonë u dëgjua një shpërthim i dytë, që vinte nga një vatër eksplozivi disa metra larg shpërthimit të parë. Fuqia e madhe e minave flakute i rrugës, Halil Haklej dhe Feris Kërnajen, që gati u coptuan nga shpërthimi. Goditja e dytë e plagosi keq në kokë dhe Fatmir Haklejn, që nuk e mori vesh se në çfarë pritje kishte rënë dhe nga komandoheshin minat. Në këto kushte, Hamdi Haklej ka hapur zjarr me breshëri Kallashnikovi, fillimisht në ajër dhe më pas drejt një kodre përballë vendit të pritës, ku dyshonte se ishin pozicionuar autorët. Jehona e shpërthimeve të fuqishme dhe bataret e armëve u dëgjuan deri në Bajramcurri. Me të dëgjuar shpërthimin e parë në drejtim të pritës, u nis një foristrade policisë së Tropojës. Në to udhëtonin 2 efektiv të policisë. Njëri prej tyre ishte Fatmir Daka. Sapo foristrada e tyre kaloi urën e Kojit dhe u ngjit Brinjës së Cërnicës, u dëgjua një shpërthim i tretë, i njëjtë për nga fuqia me 2 të parët. Foristrada u përmbys nga forca e madhe e minës, ndërsa 2 policët që ndodheshin në të mbetën të plagosur. Njërin prej policëve të plagosur e nisën me urgjencë drejt spitalit kolegët e tij që erdhën në ndihmë të viktimave. Polici tjetër, Fatmir Daka, pavarësisht plagëve që kishte marrë, vazhdoi më këmbë edhe për 400-500 metra drejt vendit ku ndodheshin të shtrirë vëllezërit Haklej. Kur Daka u afrua 50 metra nga vendi i shpërthimit të parë, Hamdi Haklej e thirri të merrte Land Roverin e blinduar të Sejdi Demës dhe të transportonte drejt spitalit të Bajramcurit Halilin, i cili ishte ende i gjallë. Fatmir Daka i lëvizi Land Roverin e blinduar vetëm 4-5 metra, për shkak se autorët e pritës aktivizuan minën e 4. Fuqia e madhe e shpërthimit e tronditi dhe njëherë Land Roverin e blinduar, por nuk arriti të nxirrte atë jashtë rruge. Daka u plagos sërish, këtë radhë më rënd se në minën e tretë, duke marrë plag në kokë. Ai u dëmtua nga mina për shkak se po jepte Land Roverit mbrapsht me derën e makinës hapur. Gjithsesi,
Ai mbeti gjallë vetëm për faktin që mjeti ishte i blinduar dhe i rezistoi shpërthimit. Të mbetur pa makina, Hamdi Haklaj, Sejdi Dema dhe disa banor të fshatit që erdhën në ndihmë u detyruan ta transportonin me batania Halil Haklajn deri në Cërnic, ku ai vdiq. Trupi i coptuar i Ferris Kërnajës që vdiq në vend dhe Fatmir Haklaj i plagosur rënd u transportuan me ambulancë drejt spitalit të Baramcurit nga Nduej Gjeloshi. Për nga mënyra realizimit dhe përfshirja në nrezin e minave të gati 1 kilometër rrugë edhe mafiozët që ekzekutuan Giovanni Falconën duken si amator përpara autorëve të këtij atentati të sofistikuar. Ky lloj atentati me një organizim perfekt dhe fuqi shpërthimi kaq të madhe nuk ishte parë ndonjëherë në Shqipëri. Autorët kishin përgatitur gjithçka qysh më parë duke minuar 10 vatra eksplozivi në shpatin shkëmbor të rrugës. Ata aktivizuan vetëm 4 për shkak se nuk patën nevojë për 6 minat e tjera. Masivet shkëmbore të shkëputura nga shpërthimi i fuqishëm i 4 gushtit janë ende dhe pas 8 vitësh të palëvizur në shtratin e lumit Valbon. Për të dalluar nga larg vendodhjen e saktë të minave, autorët kishin vendosur thas të bardhë para tyre ose orientoheshin nëpërmjet gurve kilometrik. Mekanizmi që aktivizoi minat ishte pothuajse i panjohur dhe shpërthimi i tyre komandohej nga një distancë e madhe. Hamdi Haklaj, djali i madh i familjes që mbijetoi pa marrë asnjë dëmtim, në deklarimet që ja ka vënë në dispozicion prokurorisë, thotë se kishte arritur të shikonte me dylbi, por edhe me sy të lirë pozicionin ku ishin vendosur atentatorët. Ata ishin të vendosur në kodrën e fortifikuar me bunker përballë brinjës së Sernicës. Pas minave, autorët janë parë të lëvizin në drejtim të fshatit Koçanaj. Në pozicionin nga komandonin minat, Hamdiu ka parë një komando të përbërë nga 9 persona, të gjithë të veshur me uniforma ushtarake kamuflazhi dhe të armatosur. Ai ka arritur t'i njohë gati të gjithë, pasi rezultojnë të jenë nga tropoja, me përjashtim të një personi me trup të gjatë që më pas doli se ishte Anton Gjergji, efektiv i forcave speciale në momentin e atentatit dhe ish truproi kryeministit Fatos Nano. Në grup bënte pjesë një efektiv tjetër i forcave speciale, si dhe ish ushtarak apo oficer policie. Në mbështetje të tyre ishin dhe disa të afërm të familjeve me të cilët Haklajt ishin futur në gjakmarrje. Atentati ka ndodhur në mëngjes dhe gjatë tërheqjes autorët janë parë dhe nga persona të tjerë, duke përfshirë disa fshatar të Koçanajt. Minat rezultojnë se kanë ardhur nga Mali i Zi dhe janë blerë në Shkodër me një vlerë prej 6500 marka secila. Vlera monetare e konsiderueshme arsenalit luftarak të përdorur është një tjetër fakt që dëshmon se autorët kanë qenë mjaft të organizuar dhe të mbështetur mirë financiarisht në veprimet e tyre. Ka mbushur mirë një gjysmore nga mina e fundit që shpërtheu në Sernic një tjetër breshëri Kallashnikovi tronditi qytetin e Bayramcurit. Këtë radhë ishte shefi i rendit i policisë të tropojës Jaho Mulosmani që vendosi të kundërpërgjigjej flak për flak të organizatorëve të atentatit me mina të telekomanduara. Policia akuzoi Jaho Mulosmanin dhe Ylli Haklajn si autor të breshërisë që vrau në mes të qytetit Bislim Hykën, vëllain e drejtorit të policisë të Kukësit Jonus Hyka dhe Isuf Bashkurtin. Kjo ngjarje e çoi në 4 bilancin e të vdekurëve brenda një ore në Bayramcuri dhe ngriti në këmbë qeverinë në Tiranë. Ministria e Brendshme e drejtuar nga Spartak Poçi ishte përfshirë nga kaosi. Pak orë pas ngjarjes, ministri Poçi deklaroi për median se kishte patur thjesht një larje hesapesh mes grupeve rivale në Tropoj. Por nga informacionet e para rezultonte se mes viktimave dhe vrasësve ishin oficer policie dhe efektiv të forcave speciale. Ministria e Brendshme u përpoqë ta kalonte lumin pa u lagur, duke bërë deklarata pas pilafit, por e vërteta në terren fliste krejt ndryshe. Nuk ishte thjesht një larje hesapesh mes grupeve rivale, por një betejë me strukturave të policisë, duke përfshirë nga efektivet e forcave speciale deri te drejtuesit e lartë të policisë. Opozita nuk humbi rastin, por nxitoi të përfitonte hisën e saj, duke akuzuar strukturat shtetërore dhe shikut se po eliminonin vrasësit e Azem Hajdarit.
Mënyra se si u zhvilluan hetimet mbi këtë ngjarje që nuk është zbuluar kurrë dëshmoi se askush në Tiranë nuk ishte interesuar për të zbardhur të vërtetën. Padyshim mbetet enigmë fakti që nuk u krye asnjë përpjekje për të siguruar deri dhe provat materiale nga vendngjarja, edhe pse është një nga krimet më të rënda dhe më të sofistikuara që kanë ndodhur në Shqipëri. Nuk u analizua asnjë nga mbeturinat e minave, të cilat mund të çonin më pas drejt zbulimit të autorëve. Nuk u morën gjurmët e gishtave në minat e pashpërthyera. Kërkesa e hetuesve për të dërguar gjenierë të specializuar në vendngjarje fillimisht ra në vesh të Shurdër. Më pas nga Tirana u dërgua shefi i gjenierëve të ushtrisë shqiptare, por çuditërisht ai u kthye nga tropoja duke deklaruar se nuk e kreu detyrën e tij për shkak se nuk kontaktoi me prokurorin e rrethit. Forcat speciale të repartit të Renea u nisën me helikopter drejt tropojës për të rivendosur autoritetin e nëpërkëmbur të shtetit. Jaumul Osmani nuk u paraqit më në detyrë, një ditë më pas ai dorëzoi armatimin e tij personal, ndërsa Fatmir Haklaj u transportua me helikopter drejt Spitalit Ushtarak të Tiranës. Njeriu më i fuqishëm i tropojës i kishte mbijetuar edhe një herë tjetër vdekjes, edhe pse këtë radhë ju afrua më shumë se kur. Ai nuk vdiq edhe pse i minuan gati 1 kilometër rrugë, duke u kthyer në një patate të nxehtë në duart e pushtetarëve të majt. Sapo morin ndihmën e parë mjekësore, forcat speciale rrethuan Spitalin Ushtarak dhe kryen arrestimin e tij. Ministri i Brendshëm qëndroi për 48 orë pas arrestimit të Haklajt jashtë Tiranës në jug të vendit. Ai u tha të afërmve të Haklajt se nuk e dinte kush kishte urdhëruar arrestimin e Fatmirit. Pavarësisht se ishte akuzuar kryesor për vrasjen e Azem Hajdarit dhe deri mëngjesin e 4 gushtit kishte qenë oficer i policisë, për Fatmir Haklaj u gjet si shkak një urdhër arresti i lëshuar nga prokuroria e Mirditës në lidhje me vrasjen e Shaqir Hoxhës me 9 janar të vitit 1998. Qeveritarëve të majt në Tiranë nuk ishte mbetur dopjo gjashta në dorë dhe nuk dinin çfarë të bënin. Nëse Fatmir Haklaj mbeten në burg, telashet ishin të mëdha. Mjekët e Spitalit Ushtarak paraqitën një kartel mjekësore, ku thuajse plagët që kishte marrë Haklaj në kokë mund të kuroheshin vetëm jashtë vendit, në të kundërt jeta e tij nuk kishte shpëtim. Autoritetet italiane u treguan të gatshme për të marrë përsipër transportin dhe kurimin e tij për Tritetit, por kokat e shtetit në Tiranë nuk donin që Haklaj të largohej jashtë vendit dhe të hapte sërish telashe. Në këto kushte, pas 44 ditësh qëndrimi në arrest, Fatmir Haklaj u la i lirë gjatë një seance të zhvilluar në ambientet e Spitalit të Burkut, duke vënë si garanci pasurore kullën e fortifikuar në Kërnaj. Opozita sapo mësoi për lirimin e Haklajt, u hodhën edhe një herë në sulm duke akuzuar socialistët se kishin liruar nga burgu vrasësin e Azem Hajdarit. Në të vërtetë Fatmir Haklaj dukej se u lirua për t'u eliminuar përfundimisht. Me vdekjen e tij, shpëtonin nga sikleti jo vetëm politikanët e majt që ishin në pushtet, por edhe ata të djathtë, për të cilët tropoja ishte kthyer në një makth. Gjatë kohës që Fatmir Haklaj qëndroi në Spitalin e Burgut, situata në tropoj ndryshoi në disfavor të tij. Disa ditë pas minave të 4 gushtit në krye të policisë së tropojës, u vendos koloneli i hekur Gani Malushi, dëshmorja e dheut. Në krye të një batalioni forcash speciale, Malushi mori përsipër të riorganizonte komisariatin e Bajram Curit dhe të rivendoste rendin në tropoj. Ai nisi operacionin e koduar ndëshkimi, që synonte goditjen e të gjithë personave të implikuar në vrasjet e tropojës. Deklarata e guximshme e Malushit pak ditë pasi mori detyrën se në tropoj kishte vetëm një bandë dhe kjo ishte komisariati i policisë, dha një mesazh të qartë se shteti kishte vendosur të mos toleronte më askënd. Gjatë kohës që Malushi dhe stafi i tij qëndronin në tropoj, skeduan dhe plotësuan me prova pjesën ndërmuese të ngjarjeve të rënda që kishin ndodhur gjatë 2 viteve, 98 dhe 99. Ai u përplas disa herë me drejtuesit e lartë të policisë dhe të shikut për shkak se zbuloi që në vrasjet e një pasnjëshme në tropoj ishin përfshirë dhe pjesëtarë të strukturave shtetërore. Gani Malushi kërkoi disa herë ndalimin dhe hetimin e personave të implikuar në vendosjen e minave ndaj Fatmir Haklajt dhe në vrasjen e tij. Koloneli nga kolonia kombgulte se në këtë ngjarje ishin përfshirë dhe pjesëtarë të forcave speciale, por askush në ministri nuk e vuri ujin në zjarr për provat që ai zbulonte. Dosja më e plotë që është përpiluar dhe dorëzuar strukturave më të larta të shtetit për ngjarjet në tropoj është ajo e Gani Malushit, por nuk dihet ç'ndodhi me këtë dosje pas largimit të tij nga detyra. Ka dyshime se një nga motivet që mund të ketë çuar në ekzekutimin mafioz të kolonel Gani Malushit është pikërisht fakti që ai ishte futur thellë në skenarin që përgjaku tropojën.
Me eliminimin fizik të tij, u zhduk një nga personat më të informuar për atentatet e një pas njëshme që kishin ndodhur në veri të vendit. Fatmir Hakla dhe Jaho Mulla Osmani ishin tashmë jashtë radhëve të policisë. Lëvizjet e tyre u kthyen në gjysmë ilegale pasi i ruheshin jo vetëm atyre që u ishin betuar për t'i ekzekutuar, por edhe arrestimit nga policia. Pavarësisht se Fatmir Haklaj nuk shfaqej më lirisht rrugëve të Bayramcurit, askush në Tropoj nuk guxonte t'ia përmendte emrin, qoftë edhe me zë të ulët. Ai nuk ishte më në policinë e Tropojës për fakti që u kishte shpëtuar 6 atentateve radhazi, 3 prej të cilëve me mina të telekomanduara e kishte kthyer gati në një mit. Hija e Fatmir Haklajt ishte edhe më e frikshme se prezenca publike e tij në rrugët e Bayramcurit. Ai nisi me një herë hetimet për të zbuluar kush qëndronte pas atentatit me mina të telekomanduara, ku mbetën të vrarë Vëllai Halili dhe Feriz Kërnaja. Vrasja në mes të Bayramcurit e Bislim Hykës, edhe pse kreti pafajshëm në atë që po ndodhte, ishte një mesazh i qartë se kush fshihej pas minave. Rivali kryesor i Haklajt dhe Mulla Osmanit, drejtori i policisë së Kukësit Jonus Hyka, ishte larguar nga detyra pas ngjarjes së 4 gushtit. Ai ishte emëruar shef kuadri në repartin special Brisku në kryeqytet. Por transferimi i Hykës nga Kukësi në Tiranë nuk i kishte dhënë fund historisë. Gjatë kohës që Haklaj derdhej në spitalin e Burgut në kryeqytet, ndodhi një tjetër atentat, ku për fat të mirë, ish shefi i komisariatit të Tropojës në momentin që u vra Azem Hajdari, Fatmir Meta, mbeti i plagosur. Policia e Tiranës e drejtoi gishtin te Jaho Mulla Osmani. Motivi ishte fakti që Fatmir Meta raportoi te ministri i Brendshëm Perikli Teta se me 12 shtator, Jaho kishte qenë në Tiranë dhe kishte shumë mundësi që ai ta kishte vrarë deputetin Hajdari. Ish komisari Meta e deklaroi dhe në procesin Hajdari se mbante në trup plumbat e vrasësve të deputetit demokrat. Në 11 tetor 1999, kolonel Jonus Hyka shkoi në Bayramcuri për të transferuar familjen e tij drejt Tiranës. Ai u kontaktua nga komisar Gani Malushi, i cili e paralajmëroi që të largohej nga Tropoja, pasi ishte në rrezik serioz për jetën. Malushi tha Hykës se nëse lëvizte lirisht nëpër rrugët e Bayramcurit, ai nuk kishte asnjë mundësi për ta mbrojtur prej plumbave të atyre që ishin betuar për ta vrarë. Hyka nuk ja vuri veshin këshillës së kolonel Malushit dhe qëndroi edhe për 2 ditë të tjera në Tropoj, duke u ekspozuar në qytet. Kjo moskokçarje e ish drejtorit të Kukësit rezultoi fatale. Mbrëmjen e 13 tetorit rreth orës 19:20, Hyka po shkonte në banesën e tij në lagjen Partizani, i shoqëruar nga Daja Musli Gjoçaj. Ata nuk arritën të hynin në pallat. Një bërshëri automatiku i la të 2 të vdekur në vend. Kjo vrasje e 2 fishi ishte një goditje e rëndë jo vetëm për familjen e Hykës, por edhe për autoritetin që shteti po përpiqej të vendoste në Tropoj. Përveç se një titullar i lartë i policisë, Jonus Hyka ishte vëllai i sekretarit të prefekturës së Tiranës dhe i përkiste një familje të lidhur fort me të majtën. Policia e Tropojës akuzoi më njëherë për ngjarjen Fatmir Haklajn dhe Jaho Mulla Osmanin, që ishin ndihmuar sipas saj dhe nga një person i tretë. Dyshimet e policisë u mbështetën dhe në faktin që të nesërmen e kësaj ngjarje, shoferi shikut të Tropojës, Salim Mulla Osmani, babai i Jahos, i shpëtoi një atentati të organizuar ndaj tij. Në mëngjesin e 14 tetorit, ai po udhëtonte nga banesa e vet në Bujan drejt Bayramcurit për të shkuar në punë, kur në dalje të fshatit u bë objektivi një atentati me minë të telekomanduar. Për fat të mirë, Mulla Osmani shpëtoi vetëm me një plagosje të lehtë. Por kjo ngjarje e orientoi policinë drejt djalit të tij, Jahos, i akuzuar për vrasjen e Jonus Hykës. Vrasja e 2 fishte 13 tetorit 1999 nuk është provuar kurrë nga drejtësia shqiptare, nëse është kryer prej Haklajt dhe Mulla Osmanit. Madje dosja e saj është arshivuar për mungesë autorësh. Duke ndjer lagun që ishte ngushtuar së tepërmi, Fatmir Haklaj boton në një të përditshme një letër të hapur për akuzat e bëra ndaj tij nga opozita dhe lideri i saj Berisha. Haklaj fajsoi Berishën se ishte urdhëruesi i atentateve ndaj tij dhe vëllezërve të vrarë. Prova ku Fatmir Haklaj mbështeste akuzat e tij ishte një kasetë e regjistruar gjatë mitingut të PD-s më 22 qershor 1997 në Bayramcuri. Një ditë para këtij mitingu mbeti i vrarë ndihmës gjyqtari Sokol Haklaj, djali i xhaxhait i Fatmirit.
Përpara se të niste mitingu në sheshin Kosova të Bajramcurit, ku pritej prezantimi 2 kandidatëve të PD-s për tropojën, liderit të dhjetorit Azem Hajdari dhe Xhevdet Mehmetit, ndodhi një incident që i acaroi së tepërmi situatën. Vëllai i vogël i Haklajve, Ylli, qëlloi me Kalashnikov impjantin e fonis nga ku pritej të fliste presidenti Berisha, duke nxjerrë atë krejtësisht jashtë përdorimit. Presidenti Berisha hyri në Bajramcuri me masa të rrepta sigurie, i shoqëruar nga 10 trupa të gardës dhe mbështetëse të Partisë Demokratike. Por gjatë fjalimit të tij pati një tjetër incident, këtë radhë me shkëlqim Haklej, i cili lëshoi drejt Berishës sharje dhe fyrje personale. Gjatë këtyre momenteve fjala e Berishës është ndërprer disa herë dhe në kasetën e regjistruar dëgohet biseda e tij me shoqëruesit. Presidenti është irrituar së tepërmi ku ka parë një reagim të tillë ndaj vizitës së tij pikërisht në vendlindje në Tropoj. Ai është kundërpërgjigjur duke i cilësuar Haklejt si kriminal, agent të UDB-s dhe fundrrina, që shumë shpejt do t'u vinte fundi. Kaq ka mjaftuar që shkëlqim Haklejt i bashkojnë në drejtori i gjimnazit Sen Haklej, të cilit i ishte vrarë vëllai, Sokoli, një ditë më parë, duke qenë se rreth shkëlqimit u bashkuan disa persona të tjerë. Arrestimi nga garda dhe eskorta e presidentit ishte i pamundur, për të mos thënë që mund të shkaktonte pasoja të pallogaritshme. Ju falësh dhe ju fjale, se me date 29, e mrapa, bandat e banditur, ergët e fundinat, do të marri vendin që përket. Ju fjale, se ju do të gëzoni rendin, do të gëzoni qetësin, do të gëzoni dignitetin që meritoni. Çdo mund të përkam kush kur ju, malsove triva, çdo mund të të shfalosim komunizmin, të shënjosim komunizmin, fajin e Serbit, fajin e përçarjes, fajin e dasive kombëtare. Duan presidentin. Do t'i them 2 fjala atij deputetit socialist. Në qoftë se mendon të marrë vota me kriminal, jep fjalën para jush, se s'do ta gëzoj asnjë ditë. Do t'i mirë fjallën time, unë marrë një fjallën. Atyre që ven ju në Beshri, që ven fëmijët tuaj në Beshri me porosit Serbit dhe të Fatosnjanos, do t'ja u tregojmë atë që meritojnë. Ju të një sigur se ne do fitojmë, se ne do i veprasim Shqipërinë atje ku është. Ka dhe se? Ose, le të qëllojnë sot, edhe 8 ditë ka lafat, pas 8 ditësh, kanë fundin e turpit, fundin e historisë, fundina si që janë. Në masa për ata të një fashë, e tu më vetë atë, Ai, tu më vetë me. Lezën dhe motra! Në shalim në gjithë të shimë, e du gjalla të. Lezën dhe motra! E dua, Lezën dhe motra! 29 qershori do të ndaj Shqipërinë në rebelimi, do të ndaj Shqipërinë e shkuara, do të rivendos demokracinë, do të rivendos dignitetin, do të rivendos integritetin, do të rivendos unitetin kombëtar. Do pojas!
tropojas. Fatostano dhe Abdul Selimi, ju vini ju me hora, por ne do të tregojmë vendit të gjithëve, ju jap fjalën e derit, të marrin vendin që meritojnë. Ata që mendojnë të marrin vota me Serbin, ata do marrin atë që ju ka marrë gjithmonë tropoja. Ata që mendojnë të marrin vota me Serbin, do paguajnë shumë shtrejt votën e Serbit. Do të them, ju përithirje vllazërore socialistëve të Tropojës, të ndajmë, të largohen nga bandat e Serbit të Tropojë, të largohen prej tyre, të bashkohemi bashkë, për demokracinë, për dignitetin, për Shqipërinë, rreth popullit të Tropojës, rreth Shqipëria. Vllazër, unë kam marrë sot tek ju të paraqes kandidat për deputet, njërin nga bitmet shurt Marsis Gjakovs, tribunën e lëvizjes studentare për liri, zotin Azem Hajdari. Unë kam besim të madh tek ju, se asnjë vot Serbit, asnjë vot Serbit, asnjë vot bandave, votat demokracisë, votat Shqipërisë. Jeśli nie jest przejąć kategorikę. Dalsze punkt, taka próbuje pan może wiedzieć. Władze demota, unë kam marrë sot tek ju për paraqit Devlet Mehmetin, një nga demokratë të parë Partisë Demokratike në Tropojë. Unë jap fjalën se të dy deputet tuaj do të punojnë pa u lodhur për të realizuar të gjitha projektet e ndërprerë nga rebelimi në Tropojë. Pas gjithas, për të shtu bandat e ndyra, hajdut e bandit, terroristë të shitur tek Serbi, dhe pastaj për të ujë, polizinë energji, shkollat dhe të gjitha rendin dhe të shau nevojitet ju. Edhe njëherë, ju falenderoj nga zemra për këtë pritje vllazërore. U siguroj se jam krenuar krenojmë çdo herë me ju, se keni qenë dhe mbeti krenaria ime, dhe se përveç detyrimit ndaj jush, s'ndjej asgjë tjetër. Ju falenderoj për pritjen, rroft Tropoja, rroft Shqipëria, rroft uniteti kombëtar, rroft demokracia. Këtë kaset, Fatmir Hakla e futi në dorë nga personat të stafit të presidencës gjatë kohës që në pushtet erdhën socialistët. Fatmiri bëri lidhjen mes fjalëve të Berishës në mitingun e 22 qershorit 1997, që kërkon patjetër arrestimin e Shkëlqim Haklajt nga Garda e Republikës dhe eskorta e tij, dhe vrasjes së 5 janarit 1998 në Qaflush, ku mbeti i vrarë në prit pikërisht Shkëlqimi. Kjo kaset i është dorëzuar prokurorisë së përgjithshme nga plaku i Haklajve, Muharremi. Madje, një kopje të saj ka marrë nga prokuroria norvegjeze e çështjes Hajdari, Siri Frigard. Prokuroria nuk ka hëtuar kurrë nëse kjo kaset përbën një provë ligjore, dhe nëse biseda që dëgjohet në të mund të ketë shërbyer më pas si zanafilla asaj që sot quhet dosja Tropoja. Mesditën e 25 tetorit, post bloku i forcave speciale në Tropoj, i stacionuar afër varrezave të dëshmorëve, ndalon Salim Mulosmanin. Ai po udhtonte me autovetur drejt Bajramcurit. Mulosmani reagoi fillimisht duke kundërshtuar kontrollin, pasi ishte shoferi shiku të Tropojës, por kur hasi në këmbguljen e specialistëve i lejoi të kontrollonin mjetin.
Gjatë kontrollit përveç armës që kishte me leje ju gjetën 2 automatik Kalashnikov. Menjëherë u bë shoqërimi i tij në komisariat. Mul Osmani tha se ishte i detyruar të lëvizte i armatosur pasi kishte probleme hasmërie. Ky justifikim nuk ia mbushi mendjen nga Malushit dhe kërkoi që shoferi i shikut të vendosej në dhomat e izolimit. Vetëm pak minuta më vonë Malushin e telefonua në zyrë nga dega e shikut në Kukës dhe nga Tirana, duke i kërkuar ta lironte punonjësin e tyre. Malushi refuzoi duke thënë se nëse njerëzit e shikut lëviznin gjithandej me armë pa leje, ai nuk dinte kujt i ruaj më parë, shikasve apo atyre që ishin në kërkim. Pavarësisht rezistencës së Malushit, prokuroria e Tropojës ndorhyri shumë shpejt dhe e liroi Mul Osmanin nga burgu. Qëllimi i Malushit ishte të binte në gjurmët e Jahos, pasi kishte informacione se ai lëvizte nëpër Tropojë. Ngjarjet që ndodhën pak ditë më vonë i dhanë të drejtë komisarit të Tropojës. Më datë 2 nëntor 1999, bashkëshortja e Jau Mul Osmanit e shtruar në spitalin e Bajramcurit lind vajzë. Basditën e 4 nëntorit, Salim Mul Osmani e mori nga spitali Nusen e Jahos dhe vajzën e saj për t'i çuar në Bujan. Si Hariqi nuk mbërin vetëm te Jaho, por dhe te personat që ishin vënë në kërkim të tij. Sapo morën vesh lajmin, pjesëtarët e komandos që po realizonte goditjet e një pas njëshme në Tropojë u vunë në lëvizje për të shfrytzuar rastin. Ata e dinin se Jaho ndodhe i strehuar diku në Tropojë dhe se ai nuk mund të rinte pa shkuar në banesën e tij, aq më tepër kur i kishte lindur edhe vajza. Autorët e pritës mes të cilëve kishte edhe efektiv të forcave speciale, vendosën ta presin Jahon pranë kullës së tij, duke u pozicionuar në një shteg nga sipër fshatit. Rruga më e mundshme nga ai mund të hynte në banesë për shkak se këtë drejtim ai nuk po ekspozohej. Të pajisur me armatim, ushqime për disa ditë dhe veshje kamuflazhi, autorët e pritës kanë shfrytzuar informatorët e tyre për të zbuluar se ç'ndodhte në kullën e Mul Osmanëve. Për t'u kamufluar sa më mirë, ata janë ndihmuar dhe nga një pyll i vogël me lisa që ndodhet 200 metra mbi rrethimin e kullës së Jahos. Gjatë ditës ata kanë vëzhguar në distancë me dylbi të gjitha lëvizjet, ndërsa sapo është errur janë afruar banesës së braktisur të Haxhi Jakupit, që ndodhej shumë pranë shtegut nga pritej të vinte Jaho. Mbrëmjen e 4 nëntorit Jau Mul Osmani, Fatmir Haklaj dhe Sami Kërnaja kanë lëvizur nga një banesë në një lagje pranë Bujanit, drejt kullës së Mul Osmanëve. Ata i kanë dalë fshatit nga sipër dhe janë afruar kullës, duke ecur në distancë me njëri tjetrin për të mos rënë në prit në të njëjtën kohë. Sapo janë afruar vendit ku ndodhet banesa e braktisur, Jau Fatmiri dhe Sami Kërnaja kanë menduar se e kanë kaluar rrezikun dhe janë bashkuar me njëri tjetrin. Por pikërisht kur janë afruar kullës rreth orës 19:15, kanë rënë viktim të një zjarri me armë automatike nga disa persona të pozicionuar vetëm pak metra nga shtegu. Sami Kërnaja gjeti vdekjen me njëherë pasi u godit me një plumë në ballë, ndërsa Fatmir Haklaj u qëllua pas shpine dhe në brinj pa mundur të reagoj. Jau Mul Osmani ka shpëtuar breshërisë së parë vetëm 2 plumba në hije dhe në krah. Ai është shtrirë në tokë dhe i pozicionuar pas një guri, ka hapur zjarr në drejtim të autorëve të pritës. Me datën 4 nëntor të vitit 99, Fatmiri ishte bashkë me dajen Jau Mul Osmanin dhe me një shok Sami Kërnajn në banesën time, cilët nisen nga ora 7 e qerek nga banesa dhe nisen nga rruga sipër, ku i takon të keren këtu poshtë nga kjo rruga këtu. Dhe u nisen të 3 njëri pas tjetrit. Qëllimi i tyre ishte të shkonin banesën e Jahos, sepse Jahoja ishte shtuar atë ditë
një natë para me një gocë. Dhe kur kanë ardhur këtu, po në këtë vend, ju kishin bërë prit për para cilë du të kënë qëndru këtu sipër. Ka shumë mundësi që gjatë ditës ata të kënë suvërju oborin e jahës edhe të kënë qëndru ke ky pylli këtu. Noshta edhe kanë pasë mbështetje nga rreth e rrotull këtu, nga ndonjë informator. Kishin zënë prit tek këta gurt këtu, sepse ishin dy pozicione armësh. Dhe siç duket kanë qëndruar të shtrirë. Them se kanë qëndruar gjatë gjithë ditës tek pylli këtu afër, sepse është gjetë një çantë me bukë, cilët e kishin konsumuar pothuajse gjithë ushqimin, edhe kishin pirë ujin, edhe kosin, dhe janë qelluar sapo kanë kaluar dhe Fatmiri ju kishte kthyer shpinën, sepse gjithë plumat Fatmiri ka pasur në shpinë. Sapo ju ka kthyer shpinën, ata e kanë qelluar. Dhe Samia ka qenë pas tij. Plumi Samin e kishte marrë në kokë, kurse Jahoja ka patur 2 pluma. Njërin e ka patur nanën e majt dhe për pak sa nuk i ka prek zemrën, kurse tjetrin e ka pas në krahun e majt. Jahoja ka qenë më i aftë të rezistonte dhe ndoshta siç duket ai ka rezistuar, ka qelluar dhe i ka detyruar të ngrihen nga prita. Policia këtu ka gjetë, thash edhe i herë, ka gjetë një çantë me ushqime, ka gjetë këtu sipër kur ata janë larguar, këtu ju ka ngel çanta me ushqime, ku kanë qelluar, ku kanë bërë pritën, kurse këtu sipër janë larguar, edhe ka mundësi të kenë kaluar këtej mrapa. Këtu sipër është gjetë një karikaturë me 4 fishek, një kapele, koke, me qimet e kokës në kapele. Ajo kapele nuk ishte e një burri me kokë të madhe, por e një burri me kokë mesatare. Sepse atë kapele edhe kam arritur ta vë edhe vetë në kokë, dhe e kam parë se ishte i çik më e madhe se sa për kokën time. Kështu që policia, bazë deklarimeve të familjes tonë, veç analizave që mund t'i kishte bërë qimeve të asaj kapelje, mund t'a kishte marrë me mend edhe vrasin përmes madhësisë asaj kapelje. Pra, çantën me ushqime, karikatorën, kapelen, ka dhe dëshmitar okular. Qoftë një që i mbijetuar nga prita, qoftë unë kam qenë vete treta, sapo kam dëgjuar krismat, jam nisë sepse sa kisha nxjerrë vllajin nga shtëpia dhe jam edhe unë ajo vete treta që di diçka. Ku kam deklaruar, por deri më sot askush nuk ka kërkuar një atakim me mua, qoftë nga prokuroria, qoftë nga policia. I vetmi është Gani Malushi, Indjeri Gani Malushi, i cili ka kërkuar takim me mua, po ato ditë, por unë ato ditë nuk isha në gjendje të mirë psikologjike dhe nuk arriti të kontaktonte me mua. I interesuari është i vetmi Gani Malushi. Ish shef i komisariatit në atë kohë. A ishja dhe 2 persona që ishin me të kanë njohur grupin që kishte organizuar pritën, që rezultoi se ishte gati e njëjta dorë, si në rastin e minave, duke patur dhe pjesëtar të forcave speciale. Komisar Gani Malushi ka mbërritur shpejt në vendngjarje dhe pas hetimeve të para i kërkoi Ministrisë së Brendshme të verifikonte vendodhjen e 2 efektivëve të forcave speciale dhe nëse ata nuk ndodheshin në repart, të bënte arrestimin e tyre. Informacioni që dha Malushi te shefat e tij ishte i detajuar dhe me emra konkret, por askush nuk e vuri ujë në zjarr. Nga provat e shumta materiale të gjetura në vendngjarje, deklarimet e dëshmitarëve okular dhe ekspertiza balistike, rezultoi se njëra nga armët ishte përdorur dhe në pritën e qafluzhës. Kaq mjaftoi që haklajt të kompletonin skenën e pritës dhe të njoftonin prokurorin për emrat e personave konkret që kishin marrë pjesë në të. Pavarësisht provave të shumta dhe dyshimeve për autorët e vrasjes, kjo çështje nuk është gjykuar kurrë dhe aktualisht ndodhet e archivuar në kartotekën e prokurorisë. Mbase askujt nuk i ka interesuar të merret me vrasësit e Fatmir Haklajt, që për shtetin e kishte mbushur kupën prej kohësh. Pas 7 pritash dhe atentatesh, Fatmir Haklaj i kishte mbyllur syt për gjithmonë.
por lajmi për vrasjen e tij ende nuk besohej nga bashkpatriotët. Gjithsesi, këtë radhë autorët e kishin kalkuluar mirë pritën që të mos u shpëtonte më Fatmir Haklaj, i cili mori me vete të lashet që u kishte hapur politikanëve të majt dhe atyre të djathtë. Vrasësit, për të siguruar se objektivi këtë radhë ishte goditur 100%, dërguan njeriun e tyre. Një banor i fshatit Bujan të interesoi prankullës së Mulosmanëve. Kur u bindën se Fatmir Haklaj ishte vrarë, vrasësit lëvizën në një bazë më të sigurt për të nisur të nesërmen drejt kryeqytetit. Pas shumë përpjekjesh, ata ja dolën ban të realizonin një mision që duke i pamundur. Njeriu më i fuqishëm i Tropojës, Fatmir Haklaj, më në fund kishte vdekur, duke i bërë rivalët e tij të merrnin frym thellë. Qysh nga ky moment, ai u kthye gati në një legjend. Fatmir Haklaj nuk doli kurrë para drejtësisë, dhe pse ndaj tij u ngrit një mal me akuza, duke përfshirë dhe vrasjen e shekullit.